Jam 15 pyetje me 3 pragje, pragu I parë 250 euro, I dyti 1750 euro dhe në pyetjen e 15 mund të fitoni 50.000 euro. Atëherë, edhe ndihmat mos harro, pyet publikun, telefoni miku pyet publikun dhe 50-50. Vazhdojmë me pyetjen e parë. Për dy njerëz që ngjajnë shumë, thuhet se janë si 2 pika uji, 2 shishe uji, 2 gota qumësht, 2 pikë pamje. Është një thënie përdorët mjaft në popullin tonë. Si 2 pika uji ndoshta. Dhe mendoj se është në 2 pika uji. 2 pika uji sakt. Vazhdojmë pyetja e dytë. Çfarë forme të komunikimit përdornin egjiptasit e vjetër? Alfabetin grek, pantomimën, hieroglifet apo Windows Live Messenger 900? Hieroglifa edhe sot është enigmatike për shumë njerëz dhe akoma nuk është Egjiptologë, po? Po, dhe akoma nuk është deshifruar dhe kjo është njëra ndër kjo është komunikimi që ka përdorur grekët. 9C. Po. 9C hieroglifet, sakt. Vazhdojmë, Murat, pyetja e tretë. Vija e vogël që shpije ujë në mulli ose në arë quhet vig, jaz, taz, stan. Mendoj se është 9B. Jaz. 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 Keni parë mulli ndonjëherë? Mulli Guri? Kam vizitu. Ke vizitu? Kam vizitu. Atëherë, e fundit? 9B. Duhet ta thuani, përgjigjja ime fundit? Përgjigjja ime përfundimtare është 9B, jaz. 9B, jaz. Po, sakt. Pyetja 4. Metoda e ruajtjes së ushqimit duke mbytur bakteret u zhvillua nga një kimist francez më 1860 dhe nga ai ka marrë emrin paskalizim, galvanizim, lavazvelim apo pasterizim. Me sigurim kërkon pyetjen përfundimtare. Po, sigurisht. 9D, pasterizim. Sakt, bravo. Dhe pyetja e 5 për pragun e parë. Hidrocentrali I Ujmanit është ndërtuar në Lumin, Drini Bardh, Sitnic, Ibër apo Bistric? Lumi Ibër. E fundit? 9C, Lumi Ibër. Inshallah është I bashkuar gjithë. Me 11 km katror dhe thellësi mbi 100 metra do të thotë. Ai është liçeni më I madh në Kosovë po ashtu dhe quhet liçeni I Ujmanit që është ndërtuar në Lumin Ibër. Sakt. Bravo. Keni fituar 250 euro. Urime. Ju Murat keni një profesion mjaft humanist, humanitar, do të quaja kështu. Marë parasysh dhe thot pagat dhe ndoshta motivi, për megjithatë besoj se ju keni një shtytje, një motiv shumë të lartë,